Burr dronash e Arushas, ti je fix kategori droni e Arushit. Zemra ime, mos u kap me mu pra. Ti nuk i ke këto. Okej, hajde të tavolin ma thuj këtu. Ti vërtetoj ty unë i kam si kam. Ku jam unë e pa plotësuar? Vazhdo prap do me të tregu unë për ty. Unë s'do ta tregoj ty më jo. Ja, jam burr me atë që kam krah. Ty s'do me pa me sy, ta kam thënë. Me 68 marsi, me 68 marsi. Vllai dashur, ky është një debat i rëndësishëm. Ky është një debat i rëndësishëm. Dhe ti duhet t'i tregosh publikut shqiptar çfarë duhet të ketë një femër që të jetë e plotësuar në 2026. Jepi dashurinë një ditë. Jepi burr me muskuj. Burr me muskuj dhe burr dronash dhe burr Arushi. Ti nuk je që ti duke kriju këtë histori. Ti me një femër si burr nuk ti ha qyret ty. Qyret nuk ti ha. Të merresh me Arushin dhe të tjerëve. Me një djalë që ka paragjykime si puna jote. Ikën që merresh me Arushin e Brikenës. Do t'i lançosh grave shqiptare sot. Ja kam bërë dhurat Brikenës, jo ty. Çfarë mesazhi do t'i lançosh grave shqiptare ti sot për të qenë të plotësuara në jetë. Ja për kesh urtim lumi që do debate konstruktive. Ti e pa plotësuar një. Jo ti mos fol për ju Po për ty po flasun. Ti je në një shok të rëndësishëm që edhe ka përpara një vajzë të paplotësuar. Një vajzë që është xheloze ndaj dashurisë të tjerëve. Dhe çfarë sulmon dashurinë të tjerëve sepse s'po gjen dot për vete. Si e burr. S'po gjen dot për vete. Ti je burr dronash.